Kryetari i komunës Tetovës Bilal Kasami, i shoqëruar nga Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Aleksandr Nikolovski dhe zëvendës Ministria Kaltrina Zekolli, në Tetov promovuan përfundimin e punimeve në rrugën e Shtipit, një investim i Ministrisë së Transportit me kofinancim të komunës Tetovës. Një investim shumë i rëndësishëm i realizuar me financim nga Ministria e Transportit dhe kofinancim nga Komuna e Tetovës. Disa karakteristika për rrugën, pra bëhet fjalë për një rrugë me gjatësi 680 metër, me gjerësi prej mesatarish 5.5 metër dhe një sipërfaqe totale të asfaltuar prej dikun të rreth 4.000 metër katror. Është realizu komplet infrastruktura nëntoksore me kanalizim atmosferik, kyçje të reja të ujit, infrastruktura tjetër e kablovikëve, si dhe një rrjet i ri komplet i ndriçimit publik. Ministri i Transportit Aleksandr Nikolovski u shpreh se në Tetov po vërehet një bum investimesh, për të cilët përgëzoi kryetarin Kasami, duke u zotuar se ministria që ai drejton do të jetë në shërbim të projekteve që lehtësojnë lëvizjen e qytetarëve. Tetovo doživo infrastrukturën bum i to je zasekuje podrške i zasekuje pozdravljanje. Bëret një bum investimesh në Tetov. E kalova në këmbë këtë rrugë dhe mund të them se është një nga rrugët më të mira që kam parë në vend. Komuna e Tetovës vetëm përmes programeve që shkojnë përmes Ministrisë së Transportit deri tani ka realizuar ose po realizon projekte në vlerë prej 428 milion denar, që është një shumë e mirë për të realizuar projekte të infrastrukturës. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Transportit në Tetov, po realizohen 29 projekte të përbashkëta. Zëvendës Ministria Zekolli potencoi se projekti synon përmirësimin e sigurisë në komunikacion, qarkullimit dhe cilësisë së infrastrukturës për qytetarët e Tetovës. Projekti në vlerë mbi 17.5 milion denar përfshiu rikonstruimin e plotë të rrugës, ndërtimin e kanalizimit atmosferik dhe trotuareve, vendosjen e ndriçimit publik dhe sinjalistikës rrugore. Gjithsej Ministria e Transportit në këto 2 vite qeverisje ka ndarë mbi 7 milion euro rreth 29 projekte që aktualisht po realizohen ose janë përfunduar në komunën e Tetovës. Për këtë projekt bëhet fjalë për një vlerë prej 17 milion denarësh dhe besoj që do ta gëzojnë të gjithë qytetarët. Vazhdojmë të përkrajmë zhvillimin lokal, vazhdojmë të përkrajmë të gjitha komunat dhe ta përmirësojmë infrastrukturën në çdo cep të vendit tonë. Bëhet fjalë për një rrugë me 680 metra me gjerësi mesatarisht 5.5 metra, kurse sipërfaqja totale e asfaltuar është rreth 4.000 metra katror.